Ndërsa gjyqi ndaj mjekut ginekolog Petri Tergjepi dhe reanimatores Elona Purba ka përfunduar dhe është në pritje të pretencës së prokurorit, babai të ndjerës Doriana Hakës, që humbi jetën nëntorin e vitit 2014, 2 javë pasi solli në jetë fëmijën e saj të parë, ka deklaruar se është pikërisht neglizhenca e 2 pandehurve që fëmia e tij humbi jetën. Ai u shpreh se dyshimet e tija që në fillim për mjekim të pakujdesshëm, gjatë dhe pas operacionit të lindjes, kanë shkaktuar vdekjen e së bijës Doriana Hakës, ish bashkëshorte e futbollistit të Partizanit Alban Hoxha. Unë kam shpresë këtë drejtësia, se mos kishe pas shpresë, e kishe bët atë veprim vetë. Të më hiki fëmijë 25 vjeç, nuk ka pa them, të shih për flas me unë, po për gjithë mishi. 25 vjeç po smori herë, që e kanë deklaruar edhe vetë mjekët tu, ishte sportiste. Një herë smor, edhe kur e ka kërkuar ndihmë, atë në spital nuk e ka dhënë, ka në dorë. Që e kanë shprehë dhe mjekët ligjorët. 10 minuta përpara të ishte fut tupi primarjes, do kishte shpëtuar fëmia. Në seancën e radhës pritet që prokuroria të paraqesë pretencën për 2 mjekët e pandehur dhe masat e dënimit ndaj tyre.